Selam aleikum, shej. Aleikum selam. Një pyetje kështu. Urdhna? Këto do të fundit. Ato mos i ta tregosh cila është doja më e madhe që ta bëjmë këtë notë. Edhe a mund ta bëjmë këtë doja në gjuhën shqipe? Subhanallah. Doja më e vogël është më e madhe, është shumë e vogël kështu me llafe, me thon. Edhe shumë kollaj është me mësu. Dhe kjo është dhuratë për Allahut Azza wa Jall për besimtarët që me të vërtet me zemër edhe me shpirt e dëshirojnë një gjë të tillë. Aisha radhiyallahu anha gruaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam çka një të pyetja ka bëu burrit vet, pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë më mësoni dua, një lutje që ta tham këto net. Që tregon largpamësinë e saj që me pak llafe me fitu shumë. Dhe kjo është marifeti zotani një besimtari që ai si largpamës me pyet se çdo dua u dashka me thonë bashkë në këto 10 net e fundit. Çdo adhurim i madh dhe i veçantë ka edhe duan e madhe dhe të veçantë të vetën. Në këto 10 net më shumë le ta përsërisin besimtarët dhe besimtarët. Sidomos besimtarët, se është një pyetje një besimtare, dhe këtë dua e kena kushtimisht tonën bakshish prej Aishës radhiyallahu anha prej nonës tonë, për një besimtarës, e cila parashton këtë pyetje pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ai na i tregon dhe na i shpalos këtë thesar. Thot Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, kjo i bje kështu, ma thije shqip. O Zot i madh, ti je falës. Ti e don faljen, Allahu e don dhe gëzohet kur i fal robët e vet. Fa'fu anni, ma fal mu. O Zot, ti e falës, e don faljen, fal ma mua. Kështu robi, do të tregon se Allahu i drejtohet Allahut me emrin e falës, ja përmend emrin e tij të madh, e përmend dhe lavdron Allahun azza wa jalla se Allahu është me të vërtetë që gëzohet me faljen e robërve të vet. Dhe i thu në fund, edhe mu falem, edhe me mu gëzohu duke më falë, o Zotë jam. Shumë thjesht, o Allah, ti e falës, e don faljen, më falë mua. O Allah, ti e falës, e don faljen, më falë mua. Allahun e madh e lusim, i cili është falës, i cili e don faljen, të më falë mua dhe të ju falë gjithëve juve të dashur dhe të shumë të respektuar vëllezër dhe motra. Allah të nderoft, o që nderoft, faleminderit. Selam aleikum. Aleikum selam.